Pavarësisht se deri tani, rajoni i Shkodrës nuk ka pasur situata të rënda sa i përket përmbytjeve, strukturat e emergjencës do të vijojnë të jenë në gatishmëri deri në fund të muajit mars. Kjo për shkak se zona konsiderohet me risk të lartë përmbytjesh gjatë stinës së dimrit. Reparti i zjarfikseve në Shkodër është një nga strukturat kryesore të emergjencës civile, i pajisur me mjetet dhe logjistikën e nevojshme për t'u ardhur në ndihmë banorëve në rast rreziku nga përmbytjet. Neve jemi nga gatishmëri, kemi 7 motor pompa, të cilat janë të gatshme me gjeneratorat e tyre, janë në funksion në rast nevoje ndërhym direkt për të përballuar situatën. Kemi edhe 2 varka tonat, një skaf, nëse është nevoja. Drejtori i repartit shprehet se në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile, synohet ngritja e një grupi të mirë trajnuar profesionalisht, i aftë për të ndërhyrë në kohën më të shpejtë në rastet kur banorët mund të ndodhen në rrezik. Kemi folur me Drejtorinë e Përgjithshme për të gjetur mundësinë për të trajnuar një grup që ta kemi të gatshëm për të ajrit. Gjatë muajit janar, probleme me përmbytjet janë regjistruar për disa ditë në zonën e Obotit. Ndërkohë, në bashkinë e Vaudejës, një nga lagjet vijon të mbetet e rrezikuar nga përroji i Glinës, sidomos në periudha rreshjesh intensive.